Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Pasi që folëm rreth thatësisë emocionale me prindrit, me fëmijët, me farafisin, me fëqinjët, me dietarët, sot me lenë Allahut do të flasmi për thatësinë emocionale me vëllezërit në Islam apo me shokët. Inshallah shpresoj që sa më qetë, që të jemi më të qartë edhe dëgjojmë më mirë. Vëllezëria në Islam, ose kur dikush i thot dikujt të dua për hir të Allahut azza wa jalla, në kupton dashuria e cila bazohet mbi dashuri, mbi mëshirë, dashuria e cila bazohet mbi gjendja të ngrohta. Kurse ai i cili posedon thatësi emocionale në brendësinë e tij, kur e shpreh këtë dashuri, kjo dashuri përngjason sikurse një lloj jetese e cila është në shkretin dhe në të nuk ka asnjë pikë ujë. Dashuria për hir të Allahut azza wa jall, ose dashuria në mes vëllezërve në fe, është dhunti për dhuntive të Allahut, madje llogaritet për dhuntive pas dhuntisë së udhëzimit dhe dhuntisë islamit. Për këtë arsye, kur dikush e shef që Allah azza wa jall e ka udhëzuar, edhe pastaj e ngjen një dashuri për hir të Allahut ndaj vëllait të tij musliman, le ta di që kjo është mirësi, dhunti prej anës së Allahut që nuk e jep çdo kujt. Allah azza wa jall tha: "Wadhkuru ni'matallahi wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Tha kujtone kur deri gje ishit ju armiq të njëri tjetrit, e armisonit njëri tjetrin, mirë po, kur Allah zotëri juve ju udhëzoi, ja u bashkoi zemrat, pastaj ju u bët vëllezër për hir të Allahut xhel. E kjo ndodhi në saj të mëshirës edhe udhëzimit të Allahut azza wa jall për juve. Po është Allahu xhel tha: "Wa alafa bayna qulubihim." Allahu tha i bashkoi zemrat e tyre. "Law anfaqta ma fil ardi jamian ma alafta bayna qulubihim." Nëse ti e shpenzon krejt pasurinë që e posedon, s'ka mundësi për mi bashku zemrat e njerëzve. Po është Allahu ai i cili bashkon ato. Andaj shpeshherë kur i shohim disa të cilët shkojnë në përfallxor, edhe mundohen që nëpërmjet sehrit i bashkojnë zemrat, ata veç e mashtrojnë veten e tyre. Lëre që ata hynë gjuna, shkaku i shkuar e së tyre, te fallxori mirë, po dhe bindja që dikush tjetër jashtë Allahut ka mundësi të i bashkojë zemrat, është bindje e kot. Edhe disa të cilët mundohen të i përçojnë zemrat me mjete të ndryshme, qofshin ato edhe aram, le ta dinë që nuk ka mundësi të i përçojnë ato, veç nëse Allahu do që ato të përçojnë. Pejgamberi sa më tha: kush dëshiron ose kush është i kënaqur që ta ndjeje ëmbëlsinë e imanit në zemrën e tij, kur e do dikë, le ta doje veç për hir të Allahut azza wa jall. Me një ditë tjetër tha pejgamberi sa kush i posedon këto tri gjëra, veç se ai e ndjen e ka ëmbëlsinë e imanit në zemrën e tij, cilat janë ato? E para, ta duajë Allahun dhe të dërguarin e tij më shumë se çdo tjetër. Dhe mos i bashkohet asgjë dashurisë që e ndjen për Allahun dhe për pejgamberin e tij. Kjo është e para. Ai i cili do për Allah dhe urren për Allah, ai i cili miqson për Allah dhe anmiqson për Allah, dhe e zbraz zemrën e tij prej çdo gjëje që e prish atë dashuri, atëherë dashuria e tij që e ngjen për Allahun dhe për pejgamberin e Allahut është dashuria e sinqertë dhe e plot, e pikërisht atëherë e ngjen ëmbëlsinë e imanit. Po ashtu, tjetri është i cili kur e do dikë, nuk e do për ndonjë interes të dunjos, nuk ka të asnjë lloj interesi. Asnjë lloj interesi që e bashkon me të në dunjë. Prandaj interesi i tij vetëm është dashnia për Allah dhe e do për Allah. E ky person pikërisht e ngjen ëmbëlsinë e imanit. Dhe i treti është personi i cili urren që të kthehet në kufër, pasi që është bërë musliman. Kur i thuhet atij kthehu, le praktisi islamin, praktisi imanin, ai e ngjen kët edhe thot: për mua është e urryer kjo gjë, sikurse më marr edhe me hedh zjarr. E ky person e ngjen ëmbëlsinë e imanit. E do thot, ata që ngjen ëmbëlsinë e imanit, ata e dinë rëndësinë edhe peshën e imanit. Prandaj edhe sakrifikojnë, edhe flijojnë, edhe mundohen ta kultivojnë edhe ta ruajnë atë. E kur e do dikë për hir të Allahut azza wa jall, kjo dashuri duhet me qenë sinqert e plot, për shkak se nëse në ten nuk ka sinqeritet plot,
atëherë nuk mundet që të arrije atë vlerë, atë peshë që e ka dashuria për hir të Allahut xhel. E personi i cili ka thatësi emocionale në shpirtin e tij, padyshim që këtë dashuri që e pretendon është dashuri e rreshme, nuk është dashuri e vërtetë. Dhe kjo dashuri herdo kur do dalen pa, do dalen shesh që nuk është sinqert veç për Allahun azza wa jall. Cilat janë manifestimet që manifestojnë thatësinë emocionale që e kemi me vëllezërit tonë ose me shokët e tonë. Pasi që tema është thatësi emocionale dhe dukuri dhe manifestimet që manifestojnë. E para, prej tyre është mos interesimi i bollshëm për me zgjidh shokët. Ne kemi obligim gjatë jetës sonë të zgjidhim shokët e tonë. Për shkak se jo secili është shok dhe jo secilit mundet të i themi që është shok, po duhet patjetër ta kemi një lloj kriteri që neve na ndihmon të zgjidhim shokët e tonë. Për shkak se shoqëria e mirë është krahu jonë, është përkrahu jonë, është krahu jonë për xhenetin e Allahut azza wa jall. E nëse personi ka interes që të zgjidhë shokët e tij dhe kriteri i tij që të feja Allahut azza wa jall, atëherë dihet që kin zemrën e tij e ka një lloj dashurie dhe e ka një lloj brenge se cilin ta morë për shok. Po personi nëse fare nuk intereson, e shef që sot e ka një shok i cili është hoxh, nesër e shef një shok i cili është i shturur, mas nesër e shef një shok i cili është i devijuar, pas nesër e shef një shok i cili nuk ka të bëjë me fen Allahut, dikur e shef që e ka një shok që nuk është musliman, do thot njëri i cili nuk ka pari me jetën e tij dhe nuk ka kritere se cilin e ka për shok dhe cilin duhet për me marr për shok. Ai i cili e ka një gjendje të tillë, kjo aludon që personi ka thatësi emocionale në shpirtin e tij. Përmes asaj paralemroi nga kjo gjë dhe tha ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhali. Tha njeriu është në fenë e shokut të tij. Andaj secili le ta shikojë se kë po e merr për shok, patjetër duhet me pas një lloj kriteri. Patjetër duhesh për me ditë se cilin e merr për shok, sepse shoqëria e jote ndikon te ti dhe çdo herë shoqëria ka qenë shkak o për të mirë o për të keq. Nëse ti ke qenë njeri i devotshëm, i cili e ke dashur Allahun dhe ke dashur pejgamberin e Allahut dhe ke qenë i kapur për xhamin, pas një kohe kur shoqëria e jote ka ndryshuar dhe ti je shoqëruar me njerëz shturur, devijum dhe qëndrimi me ta, shoqërimi me ta ka qenë shkak që gradualisht që zbeti imani jot. Edhe më pas zbeti edhe dashuria për Allahun dhe për pejgamberin e Allahut, edhe ti largohesh madje edhe xhamis e pejgamberit sem e vërtetoi këtë gjë me një ditë tjetër. Dhe tha pejgamberi sem, tha shembulli i shokut të mirë dhe shembulli i shokut të keq është sikur se shembulli i atij që shet misk, që shet parfuma dhe shembulli i kovaçit, farkatarit. Ai i cili shet misk, ai ose do të qape që ta provosh miskun e tij, ose do ta shese, ose do ta ngjeshti erën prej tij. Kështu është shoku i mirë. O ta shet moralin e vet, o ti ndikosh prej moralit të tij, ose ti mëson prej atij ta mëson diçka. Krahasim me farkatarin, çka bën farkatari? O ka për me ti gjekë rrobat e tua kur punon, o ka për me ta dhënë një erë e keqe që ti e ngjen edhe e monin rrobat e tua. Kështu është edhe shoku i keq. O ta gjek fen, ose ti ke për mund diku prej tij me mon ndonjë ves i cili ma vonë do të kushtoje shumë shtrejt. Cili është shoku i mirë? Cili është ai shok që duhet ne ta marrim për shok? Cili llogaritet shok i mirë? Shok i mirë llogaritet personi i cili është rrit me një ambient i cili është ambient i mirë, ambient i devotshëm, ambient i shëndosh. Personi i cili është rrit me një ambient dhe kulturë dhe edukat që është e shëndosh, fetare dhe morale, dhe në te ka baza të moralit, virtyteve të mira, atëre këtë merre për shok. Për shkak se shoku i tjetër i cili ti mendon që është shok i mirë, ka mundësi që ta prishet fen tënde dhe ka mundësi që ta shkatroje edhe ahiretin tënd. Shok i mirë është shoku i cili posedon virtyte të larta, i cili posedon moral të mirë. Normalisht që morali i mirë vije më njëherë pas imanit në Allahun azza wa jall. Prandaj thoshin dietarët, nëse e shoqëron dikë, shoqëroj atë i cili ka moral të mirë dhe ka virtyte të larta. Nëse dëshiron për me ditë për dikën, shikoje shoqërinë atij. Nëse dëshiron për me ditë për shoqërinë tënde, ose unë du me dash me ditë për shoqërinë tënde, mjafton mua që unë të shikoj shokët e tu, se shokët e tu janë ata të cilët aludojnë për ty, edhe ata janë të cilët tregojnë se kush e ti, se me cilin shoqërosh ti je sikur se ata. Andaj të parë tonë thoshin, nëse do për me ditë dikë, shikoja shoqërinë atij. Mbas shoqërisë atij e kupton kush është ai. Shoqëria tregon se kush e ti realisht. E disa thoshin nëse do për me ditë se kush e ti, shikoja shokët e mëparshëm të cilët i ka pas ke për me kuptuar realitetin e tij. Po ashtu, qëtë njëri i cili është i mençur,
Sepse i mençuri normalisht që çon mençuri edhe ta mëson mençurin krahasim atij i cili është budallau, i cili është naiv, i cili nuk di çfarë të mësoj përveç se sherrin edhe përveç se të keqen. Po ashtu, tjetë personi i cili nuk është tinzak, nuk është tinzar, nuk është zemër keq, sepse zemër keq prej tij nuk pritet shoqëri e mirë. Herdo kurdo ai do të rralltojë. Herdo kurdo ai do të braktise. Herdo kurdo ka për me shfaq ato rretjen, atë tinzarin që e ka në zemrën e tij. E shpirt ligji, shpirt keqi nuk merret për shok. Për shkak se prej atij mos prit shoqëri e cila është e vazhdueshme, po shoqëria e tij herdo kurdo kur vjen interesi i parë do të braktisë me lenin Allah. Po ashtu, mos je shoku i yt ai i cili është i dhënën pas dunjos edhe kujdeset pas dunjos. Sepse ai i cili kujdeset pas dunjos, dhe zhytur në dunjë, ai person nuk e ka bregën e ahiretit. Nuk përputhen ju dhe ai. Nuk përputhen se ai nuk mëson për hajër, mëson veç dunjë, ta bën dashur dunjon, derisa dikur kur qepesh pas asaj më vonë, veç se e ndjen gabimin tan mirë, po ka mundësi me qenë vonë. Thot Allahu xhel, fa'arid an man tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayat ad-dunya. Ta largohu prej atij i cili ka braktis përmendjen tonë, i cili nuk e do rrugun tonë, dhe ai synimi nuk e ka tjetër përveç se jetën e kësaj dunjoje. Po ashtu, mos jetë gjunaçari fasiki, gjunaçari i thuhet që është vjellës. Ai nuk ta vjedh ndoshta pasurinë, po ta vjedh fen para se ta vjedhë moralin. E kur ta vjedhë fen tënde, atëherë më mos prit prej tij hajr. Thot Allahu xhel, "Wala tuti man aqfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa", ta mos ju bind atij i cili zemrën e tij ka të përkushtuar me pas dunjos dhe është i dhënën pas epsheve, mos ju bind atij, mos shko me të, sepse hecja me të, rrugtimi me të do të jetë i dëmshëm për ty. Po ashtu, precisive tjera është që ti dhe ai qeni diku të përshtatshëm, që i përshtatet natyra, i përshtatet shpirti. Do thot anoni njëri me tjetrin. Ta mesasem, kur e përshkoi natyrën njeriu se si është, tha el erwahu junudun mujannada. Tha shpirtrat janë si ushtarët e bashkuar, e rresht bashk. Tha nëse ata njihen kur takohen, bashkohen. Nëse ata dy nuk përputhen karakter, nëse ata dy nuk përputhen, nuk bashkohen, nuk qëndrojnë njëri me tjetrin. E ti e ke pa nganjëherë kur e takon dikë, duket sikur se e ke taku vetën tënde. Sikur se njihesh me të, me thon 50 vite, 60 vite, ti tash e taku me të. Edhe tash po e njofton mirë, po shpirtrat, karakterat i keni ngjashëm. E këta dy persona ka mundësi për mu shoqëruar njëri me tjetrin. E nëse këta dy kanë karaktere ndryshme, edhe nuk mundet mu përputh natyra e tyre, atëherë mos prit që ti ka mundësi për me qëndru bashkë me ta, sepse është e pamundshme. Edhe është problematike. Dhe më vonë shkakton edhe problemet. Me zor nuk shkon. Tamam ti je vëlla për hir të Allahut, apo je musliman. Tamam, nuk diskutohet kjo meselë. Mirë, po është problemi se karakteri juaj nuk përputhet. Ani si jeni vllazni për Allahun, për hir të Allahut, edhe jeni musliman bashkë. Mirë, po megjithatë, qëndrimi juaj i gjatë dhe shoqërimi juaj i gjatë nuk ka mundësi që të jetë. Për shkak të ndryshimit karakterëve, tabiatëve që e keni njëri me tjetrin. E kur shpirtrat njihen, anojnë, njëri ka qetë atëherë me lenin Allahut, ka sukses edhe shoqëria mundet me qenë e shëndosh në krahasim me personin i cili takohet, po nuk përputhen karaktere, shoqërimi mes tyre është problematik. Kjo është e para. E dyta, prej manifestimeve që manifestojnë thatësinë emocionale, është mos dhënia e dashurisë edhe mos shfaqja e dashurisë ndaj vëllait tan musliman. Çka do të thotë? Kur njeriu nuk shfaq dashuri, ajo tregon që personi ka problem në brendsinë e tij. Thatësia emocionale është prezente në shpirtin e tij. Personi i cili do me pas raporte të mira me vëllezërit musliman, patjetër duhet me shfaq dashuri, patjetër duhet me pas afërsi. Përndryshe nuk ka mundësi për me qëndru një lidhje stabil. S'ka mundësi. E kur dikë e do, atëherë shfaq atë. Prandaj, prej sebepeve, prej shkaqeve, prej mjeteve që e ruajnë dashurinë, edhe kjo është shumë e rëndësishme, për shkak se pa dashuri, pa afërsi nuk ka mundësi me pas edhe lidhje të qëndrush. E para është paraqitja e dashurisë. Mos të vije marrë me paraqit dashurinë vëllait tan nëse e do për hit Allahut azza xhel. Mos vije marrë. Mos vije marrë me thon babës që e do. Mos vije marrë me thon nonës që e do. Mos vije marrë me thon motrës që e do. Mos vije marrë me thon gruas që e do. Mos vije turp. Ti nuk vjen turp kur shkon për haram, pas femrave ndryshme, edhe i thu që i do, që e ke haram. Vjen marrë me thon nonës tënde që e do. Apo a e do nonën, a që e do nonën, e do babën, e do motrën, e do. Mos vjen e marrë për me thonë, mos vjen e turp.
Edhe njëjtë është te ai person që e do për hir të Allahut. Mos vjen turp për më thonë që du për hir të Allahut xhel. Pejgamberi se më tha, kur do njëri për juve e do një vëlla për hir të Allahut xhel, le ta lajmëroj atë. Për shkak se ti kur e lajmëron që e do për hir të Allahut, lidhja e juaj vazhdon edhe mbetet dhe bëhet më stabile, më e qëndrueshme dashuria që ngjeni njëri me tjetrin. Po ashtu tha Pejgamberi se kur ndonjëri e do vëllain e tij, shokun e tij, le të shkon te shtëpia e tij dhe le t'i tregon atij që e do për hir të Allahut azza xhel. Mos vije morr, mos vije turp. Enes ibn Malik thot, kaloi pranë Pejgamberit një person, një njeri, dhe ai që ishte i pranishëm me Pejgamberin bashk, i tha ja Rasulullah, këtë person unë e du. Tha pejgamberi Allahu, tha ai ke tregu atij që ti e do? Tha jo, shko ta lajmëroj. Edhe shkoi dhe e lajmëroi, dhe çfarë i tha ky person? Tha të dosh Allahu që më deshe për të. Edhe pastaj u kthyi te Pejgamberi, edhe i tha ja Rasulullah, i tregova. Mirë, po ky person më tha këto fjalë. Çka i tha Pejgamberi? Pejgamberi më tha, ti je bashkë me ata që i do, dhe ti ke me marrë shpërblimin e asaj që ke pas zemrën tënde dhe që ke shpresuar prej Allahut azza xhel. Muadh ibn Jabal tha që Pejgamberi e kapi për dorë një ditë për ditëve. Dhe i tha, o Muadh, tha pasha Allah thonë du. O Muadh, Pejgamberi i tha Muadh. Pejgamberi Allahut azza xhel tha, o Muadh, tha pasha Allahun, tha unë du. Edhe i tha, o Muadh, porosis që pas çdo namazi, qëllimi është pas çdo etijati dhe salavatet që i thon namaz, që kur thot pas çdo namazi në gjuhën arabe ka qëllimin pas çdo salavateve, jo pas çdo namazi. Pas përfundimit jo do të thotë. Tha thuaj Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrik wa husni ibadatik. O Zot, më ndihmo që ty të përmendi, të falenderoj edhe sa më mirë që të adhuroj. Po ashtu, nëse do për me mbajt dashuria, shtoni dhuratat. Për shkak se dhuratat ndikojnë në përmirësimin e zemrave, edhe ndikojnë në përmirësimin e raporteve mes njëri tjetrit. Kur ka probleme, kur ka zili, kur ka armiqsi, dhurata është ilaçi ndër ilaçet më të mira. Prandaj tha Pejgamberi tahabu, ta dhuroni dhurata njëri tjetrit, tha sepse kështu e shtoni dashurinë. Aisha thoshte që Pejgamberi i pranonte dhuratat dhe po ashtu e shpërblente për dhurimin e dhuratës. Nëse ke mundësi për m'ia kthy një të mirë, që ta gabaj ty me të mirë, edhe ti kthej. Nëse jo thuj, Allahu shpërbleft. Mjafton? Për shkak se është dua, e më mirë se dikush më bëj dua për ty ako. Thuaj, nëse nuk ke mundësi për me kthy dhuratën, njëjtë sikur sa që ta ka dhënë një dhuratë, nonat e tona përpara kur dikush i dërgonte një dhuratë, një ves. Çka kishte në shtëpi e merrte, ja jepte ato, i thoshte çoja aso. E kanë pas një lloj edukate që neve fatkeqësisht sot na mungon. E ata e kanë pas edukat që ka puru për islamit, i kanë ditë, i kanë kuptu këto hadithe, dhe kanë vepru që është shumë e rëndësishme, i kanë zbatuar krahasim me neve që ne sot thjesht veç kemi teoria. Po ashtu, e treta që e shton dashurinë, është përhapja e selamit. Nuk ka vepër tjetër pas dhunimit dhuratave si përhapja e selamit. Përhapja e selamit nuk është thjesht përshëndetje që ne e dëgjojmë, ose dikush që e kritikon se është përshëndetje arabe. Kjo nuk është përshëndetje arabe. Selami nuk ka qenë i njohur para ardhjes islamit. Selami është përshëndetje islame. Përshëndetje arabe, arabët kanë qenë përshëndetje. Ka sikur se ne sabol khair, sabol nur, mirë dita, mirë mëngjes, mirë mbrëmë, njëjtë kanë. Kjo është përshëndetje e veçantë muslimanëve. Edhe në te ka kuptime shumë të mëdha që aludojnë dashurinë, paqe dhe mirësi. E ti kur i thu dikujt selam aleikum, paqja e Allahut qoftë mbi ty, ban lutje realisht lutesh për të. E kjo çka bën? Kjo nxit dashuri, edhe ta shton dashurinë njëri, e shtojnë dashurinë njëri me tjetrin. Tha Pejgamberi se pasha që shpirti im është në dorën e tij. Nuk keni për të hyrë në xhenet derisa ju nuk besoni. Pa besim nuk ka xhenet. Dhe nuk keni për të besuar derisa ju nuk e përshëndetni njëri me tjetrin. E përshëndetja e cila është mes muslimanëve është cila përshëndetja me islam, përshëndetja me selam. Edhe tha Pejgamberi tha që të regoj diçka nëse ju e veproni atë, do të duani njëri me tjetrin. Thanë po ja Rasulullah, tha Pejgamberi tha përhap në selamin mes jush. E pora ishte nuk keni për me besu derisa nuk e duni njëri me tjetrin dhe nuk keni për ty në xhenet, derisa nuk besoni dhe nuk keni për besu derisa nuk e doni njëri tjetrin. E Pejgamberi tha a doni që të regoj. Një mjet i cili u ashton juve dashurinë, thanë po, tha për hapje selamit mes jush. Tha Pejgamberi muslimani ka 6 drejta ndaj muslimanit. Tha kur e takon ta përshëndesë me selam. E dyta kur e thërret ti përgjigjet ftesës së tij. Kur ai kërkon këshill prej tij, ta këshillon. E katërta tha nëse ai të shtitën,
thot elhamdulillah, e falëndron Allahun, ti thuash atij yerhamukallah, Allah të mëshirof. Nëse ai së murë ta vizitosh dhe nëse ndron jetë, ta përcjellësh xhenazën e tij. Përmes asaj madje përmendi që më kooperaci në mesin e njerëzve është personi i cili është kopras në selamin e tij. Tha përmes asaj tha më kooperaci në mesin e njerëzve është personi i cili nuk jep selam. Më kooperac në selam është më kooperaci në mesin e njerëzve. Kurse më i pafti tha është ai i cili është i paft me do, i cili nuk e lutet Allahut azza wa jall. Përmes asaj tha për me nxit do thot musliman që ta largojnë urrëqen njëri për tjetrin ose njëri me tjetrin. Tha përmes asaj tha më i miri në mesin tuaj është ai i cili e fillon me selam. Më i miri në mesin tuaj është ai i cili fillon me selam. Pse? Për shkak se zakonisht kur ka probleme njëri me tjetrin, hiki nuk japin selam njëri me tjetrin. Apo nuk e përshëndesin, nuk do, inati. Ka inati. Edhe thot nuk du me përshëndet. E thot më i miri në mesin tuaj është ai i cili fillon me selam, me ja di që thapem se sem më i afërmi që i afrohet më shumë te Allahu azza wa jall është ai i cili e fillon përshëndetjen e tij me selam. E katërta për mjeteve që shtojnë dashurinë është përshëndetja me dorë. Përshëndetja me dorë që ne zakonisht i ikim, edhe nuk përshëndetemi është një prej mjeteve që e shton dashurinë, edhe e shton afërsinë. Edhe po ashtu edhe i shlihen gjuna. Thapem me sesem nuk ka dy musliman që takohen njëri me tjetrin dhe e përshëndesin me dorë njëri me tjetrin, vetë se Allahu u afal gjunat atyre derisa ata të ndahen njëri me tjetrin. A e kuptuat? Vetë se kur ja jep dorën edhe e përshëndet me selam, dije që Allah subhanahu do t'i falet, do të bien gjunat e tua, derisa ju të dy nuk ja ktheni shpinën njëri tjetrit. Enes ibn Malik tha një njeri tha ja Rasulullah, nëse ne takohemi, musliman takohen njëri me tjetrin, tha ati përkulemi në shenjë përshëndetje, sikur se e bëjnë disa prej vendeve aziatike, tha a duhet që t'i përkulemi, tha përsem jo. Tha ata kapim për dorë, edhe ta përshëndesim atë për dorë, tha po. Tha ashtu veproni. Ky ishte suneti i pejgamberit, si thot Enes ibn Malik, tha pejgamberi Allah kur takohej me dikë, e përshëndeste me dorën e tij dhe nuk e largonte dorën e tij derisa tjetri e largonte dorën prej tij. Dhe nuk e largonte shikimin e fytyrës drejt fytyrës së tjetrit derisa tjetri nuk e largonte shikimin prej tij. Do thot nuk ka qenë tradita për mesesem që kur ta hapet dorën ta hapë veç gjysmë, ki po disa si ta hapin, veç gjysmë nuk përshëndet. Sikur se me qenë diçka mu tut me pas dënë therr në dorë. Edhe ta largon më njerë sikur se me pas dënë smuje. Jo, ja ka dhënë dorën, edhe nuk e ka largu dorën derisa tjetri nuk e ka largu. Dhe nuk e ka largu shikimin prej fytyrës së tij, derisa tjetri nuk e ka largu, për shkak se gjitha këto e shtojnë dashurinë. Po ashtu, vizita e njëri tjetrit e shton dashurinë. Edhe i mban dashurinë, i mban lidhje. Një prej atyre haditheve është hadithi i mirënjohur që shpeshherë e përmendim. Një person i cili shkoi ta vizitoi vëllain e tij musliman, rrugës i doli një person në pamjen e njëri që realisht ishte melek. Edhe e pyeti ku po shkon aty filan, ta po shkoj ta vizitoj vëllain tim musliman, filan veni. Tha, a ke ndonjë arsye? Ke ndonjë interes që e viziton? I tha jo. Tha, e kam veç dashurinë për Allahut. Veç për hir të Allahut, hatri i Zotit. Shkoj me vizitu se për ty që nuk kam kurrë fare interesi. E atëherë çfarë i tha ky melek? Tha, unë jam melek i dërguar i Allahut dhe erdha që them që Allahu xhel të do ty ashtu siç ti e deshe vëllain tan edhe unisë ta vizitosh atë. Allahu xhel më ia ditë kuçisi që transmeton për se më tha e ka hak dashurinë time, e kanë hak, e kanë obligim që unë t'i dua ata që e duan njëri tjetrin për hir timin. Ata që qëndrojnë për hir timin edhe rrinë, edhe dëgjojnë, edhe këshillojnë, edhe mësojnë. Dhe ata të cilët flijojnë, sakrifikojnë për hir timin dhe ata të cilët e vizitojnë njëri tjetrin për hir timin. Këto ishin mjetet të cilët e shtojnë dashurinë, dashuria që neve sot na mungon kaq i vëllezërve tonë. E treta prej manifestimeve që aludon në thasin emocionale është mos përkrahja e mjaftueshme. Mos përkrahja e mjaftueshme do thotë që ti thjesht nuk je krah i vëllait tënd. Do të pretendon me gjuhë, pretendon me fjalime, me bisedime, mirë po realisht me vepra jo. Se momentet më të vështira kur vëllait ka nevojë për ty, ka nevojë për përkrahjen tënde, për ngushëllimin tënd, për krahun tënd ti e braktis. Atëherë kjo tregon që ti ke problem dhe ke thatësi emocionale brendësinë tënde. Pejgamberi sa më çfarë tha? Tha njeriu më i dashur në mesin e njerëzve është ai i cili është më i dobishëm për tjerë. Më i dobishëm cili është për njerëzit? Ai është më i dashur te Allahu xhel. Dhe tha pejgamberi vepra më e dashur te Allahu është vepra e cila
ti fut gëzim në shpirtin, në zemrën e muslimonit. Kur ti e gëzon muslimonin, atëherë dije që kjo vepër është vepër që sa më shumë ta afron tek Allahu subhanahu wa taala. Krahasim me pikëllimin dhe me dëshpërimin që e fut në zemrën e muslimonit, që kur ti e dëshpëron dhe fut pikëllim në zemrën e tij, atëherë kjo është prej veprave që Allahu subhanahu wa taala padyshim që i urren, tha pejgamberi, pastaj tha ai më i dashur se vepra më e mirë tek Allahu subhanahu wa taala është kur ti ja largon një hall vëllait tan, ose ja shlyen një borxh atij, ose i largon urin atij, tha une të eci me vëllain tim musliman që t'ja kry një nevojë atij, për mua është më e dashur se qëndroj në xhamin time në Medinë në itikaf një muaj. Me qëndru në itikaf një muaj, a di çka do të thotë? Gjitha namazet i fal me xhamat. Dhe shtoj asoj namazet nafile, dhe shtoj asoj leximin e Kuranit, dhe shtoj asoj namazin e teravihit, dhe shtoj asoj namazin pjesën e 8, do thotë, namazin e natës, edhe shtoja dhikrin, gjitha ato që shpërblimin e kanë shumë të madh për pejgamberin Allahut, nuk kanë qenë mjaftueshme që të krahasohen me ti nëse ngritesh edhe jenë krahun e vëllait tan. Gjitha ato bien poshtë, krahasimi një ndihmë që ti me një përkrahje që ti e vëllait tan musliman. Dhe tha pejgamberi, tha kush e mban zemrimin e tij, Allahu do t'ja mbulojë morën atij. Dhe kush e përmban veten e tij edhe pse ka mundësi me shfaq me nxjerr atë, tha Allahu subhanahu, tha do t'ja mbushë zemrën e tij me shpresë ditën e Kiametit. Dhe ai i cili hes me vëllain e tij derisa ja kryen një nevojë atij, derisa ja kryen, tha atij do t'i përqendrohen këmbët e tij ditën ku rrëshqasin shumë lehtë këmbët, ditën e Kiametit, te ura e Siratit. Dhe tha pejgamberi, morali keq e prish veprën, sikurse që e prish ufëlla mjaltin, pavarësisht që është mjalt. Mirë po kur pikojnë pikët e ufëllës në te, atëre mu i hum shija. Kështu është edhe morali i mirë. Morali i mirë prishet kur veprat e tua fillojnë që të prishen. Pejgamberi a ditë që të tha, kush ja lehtëson një hall prej hallave të dunjos, Allahu do t'ja lehtësojë atij një hall prej hallave ditës së Kiametit. Ta kush ja lehtëson muslimanit një breng, Allahu do t'ja lehtësojë atij në dunjë dhe në ahiret. Kush e mbulon muslimanin dhe nuk ja shfaq atij, Allahu do t'ja mbulojë të metat e tij në dunjë dhe në ahiret. Allahu është në ndihmën e robit përderisa robi është në ndihmën e vëllait të tij. E nëse ti tome për krah, atëherë përkrahja nuk është vetëm se në aspektin material. Përkrahja është me fjalë, përkrahja është edhe me këshilla, përkrahja është edhe me ndërmjetësime, përkrahja është edhe me shfrytëzimin e pozitës që ke shumë forma tjera. Po ashtu prej manifestimeve tjera që manifestojnë aftësi emocionale me vëllezërit tonë është qortimi i tepërt. Shikoni, kur njëri qortohet shumë për çdo të vogël dhe çdo të madh, diku më bëhet bajat. Për shkak se qortimi e ka vendin e vet dhe e ka pozitën e vet dhe ndikimin e vet. Ama kur dikush fillon që të qortojë në vazhdimsi, po edhe me qenë gabim, diku më bëhet monoton. Pse se ne jemi të urdhëruar realisht që nganjëherë të mbyllim shitet tonë kaq gabimeve të tjera. Jemi të urdhëruar që të falim, të arsyetojmë, justifikojmë, ama jo çdo herë qortojmë. Qortimi i tepërt nuk sjell dobi. Qortimi i tepërt sjell veç problem. Shikoni zemrat atyre të cilët qortojnë. Nëse ti vazhdimsi qorton, pyeti a duan apo jo. Normalisht që dashuria për ty nuk ka përmeqjen e madhe. Për shkak se qortimi i tepërt dikur bën më bajat, dikur më bën tepër. Pejgamberi sa Enes ibn Malik ka qenë shërtori i tij 10 vite. 10 vite, jo një ditë një natë, 10 vite. Me te ka qenë ditë e natë. Çka tha? Tha nuk kam dëgjuar pejgamberin Allah duke thënë një herë uf, ose kur nuk kam bë diçka pse nuk e bëve, ose kur kam vepruar diçka pse. 10 vite. Megjithatë e ka shfaq gjithat moralin e tij që e ka pas pejgamberi sa do thot karshi Enesit, edhe pse ka qenë shërtori i tij. Ne sot kemi probleme të shumta bën familje, po me punëtorët e tonë, pasi që shembullit e shërtorit që e ka pasur sot. Par pak e për shumë me një herë ankohemi, par pak e për shumë me një herë qortojmë. Do thonë nuk kemi sabër, nuk kemi durim, edhe nuk dimi se ku me qortu vendin tamam ku je frikën e vet më shumë. Dhe e pesa dhe me këtë përfundoj, prej manifestimet që manifestojnë thasin emocionale, është përhapje fshesive. Normalisht fshesia është fshesi, prandaj tu është fshesi. Kur dikush ta le amanet një gjë, tu është për me mbajt. Lidhjet vëllazërore i mban mbajtje e fshesive. Nëse dikush ka besu dhe ka ardhur ti dhe e ka shfaq një breng, një hall, një problem që e ka, nëse ti e shfaq, kjo aludon në aftësinë emocionale që e ke. Nuk aludon virtytet mia, nuk aludon burrni, aludon përkundra si që është vepra e shëmtuar. Prandaj tha pejgamberi, ta nëse dikush vjen te ti edhe fol diçka, edhe pastaj kthen kokën. Kthimi i kokës aludon që kjo gjë është fshehsi. Ai nuk do që të përhapet kjo gjë.
E nëse ti ai ta kalon amanet dhe nuk e mbon, atëherë dije që ka bën. E çka duhesh? Ti duhesh për me mbajt amanetin dhe me respektu fshehësinë e tij. Kjo ishte shkurtimisht për sa i përket thasisë emocionale që ka të bëjë me vëllezërit apo me shokët tanë. Elus Allahun azza që Allahu të na përmirësojë gjendjen tonë dhe të na shtojë dashurinë tonë. Elus Allahun që ti forcojë zemrat e tona, ti lidhe ato, sepse vetëm një zgjidhje për ndryshimin tonë, ndryshimin e problemeve tona, raporteve tona, edhe në shoqëri, edhe në familjet tona, edhe në tërësi është vetë bashkimi jon edhe zemrave tona. Andaj elus Allahun që të bashkojë ato, elus Allahun që çdo zemër e cila është thyer dhe është prekur Allahu azza ta përmirëson dhe Allahu ta shëron dhe elus Allahun që çdo musliman prej neve të gjallë të vdekur Allahu azza wa jalla të mëshiron be kul qouli hadha astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin.